Pas përfundimit të deklarimeve të dëshmitarit të paraqitur nga ana të dëshmitarëve të mbrojtjes edhe kërkesave përfundimtare të parashtruara nga ana e mbrojtjes, tani kemi edhe një afat shtesë që është para por data 22 dhjetor, mirë po besoj që është mbyll me sot çdo gjë sa i përket anës së mbrojtjes dhe tani pritet vetëm të caktohet edhe fjala përfundimtare nga ana e gjykatës, ku do t'ju jepet një afat i caktuar edhe mbrojtjes po ashtu edhe prokurisë që të prezantojnë prokuria lidhur me pikat e akt akuzës për të cilën e ka ngritur akt akuzën, gjithashtu edhe mbrojtja të prezanton deklarimet e saj lidhur me deklarimin e dëshmitarëve të paraqitur nga ana e prokurisë, provave materiale si dhe dëshmitarëve të paraqitur nga ana e mbrojtjes. Dhe pas fjalës përfundimtare, atëherë pas një afati që mund të jetë afër 60 ditor, që të merret edhe vendimi në shkallë të parë lidhur me gjykimin e krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në Hagë. Vazhdojni komentin tuaj. Sa i përket çështjes së paraburgimit, duke ditur për gjithë këtë cilën jemi në përfundim të këtij gjykimi, është e padrejtë dhe është në kundërshtim me të gjitha liritë dhe të drejtat e njeriut të përcaktuar edhe me Kushtetutën e Kosovës,